Secretari Ligjit Ekstrem në Durrës jemi krenar që hap fushatën e parë në Durrës. Edhe si me kushtet jo normale për shkak të kandidatit të mohuar në këtë zgjedhje, ju jap fjalën Janinarët të flasë. Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj nga zemra. Nëse mbani mend para një viti jemi takuar bashkë. Dhe thamë që do ritakohemi dhe të shikohemi në sy. Me shumicën nga ju i dhamë duar, dhe do pam prapë në sy. Besoj se jemi po në të njëjtin linjë dhe nuk ka ndryshuar dhe gjë nga ajo çfarë thoshim. Ne sot vendosëm të hapim fushatën këtu, në Arapaj, për dy simbolika, në thënë drejtën. E para sepse është pikërisht këtu fillimi i LRS në Durrës, është pikërisht këtu nga Arsen Lazari, të cilin unë nuk kam fjalë ta falenderoj për gjithë veprimtarinë që bën, për gjithë mbështetjen që më ka dhënë, për gjithë shka që bën për lëvizjen e re në Durrës. Tjetra pastaj dhe më rëndësishme për te fakti që këtu ndihemi mirë, pasi kjo kuptohet edhe nga shikimet. Po të vini re, në fushatën që ka nisur për te afateve ligjore, të gjithë kandidatët dalin me një gjuhë të çuditshme, ku thonë do i hapim dyert qytetarëve, do bëjmë për Durrësin dhe gjithë shka e kanë për Durrësin. Duke haruar që Durrësi nuk është vetëm qendra. Pra pikërisht ato gabime që i bëjnë këtu e 30 vite, vijojnë dhe i bëjnë dhe në fushat. Dhe i bëjnë duke propaganduar dhe duke folur si kur do bëjnë namin, si kur do sjellin risi, si kur do bëjnë ndryshimin, edhe si kur u bëhet vonë, po themi, për çfarë ndodh qytetarëve. Shumë prej këtyre thonë vazhdimisht që ne do bëjmë, ne do mendojmë, ka nga këta që shkojnë edhe në për zona më të thella, por kur çuditërisht nuk thonë çfarë do bëjmë, dhe personalisht jam habitur se askush nuk ka thonë kur edhe partia ime ka fajt. Pra, për të gjithë këta, fajnë e ka tjetri, për të gjithë këta është një dordolec që ka atë problemin, por ne do të amposhtim. Më thoni, çfarë ndryshime s'ka pasur këtu për 30 vite. Pra, nuk po diskutojmë këtu nëse është shtruar në njëherë një rrugë, sepse kjo është evidente, por çfarë planifikimi? Sa është ndjerë dore e bashkisë, qoftë edhe për gjërat që në botën jashtë janë elementare. Kjo që do them është faktikisht vlen edhe për qytetin, por imagjinoni çfarë ndodh kur largohesh pak. Sa mundësi kanë fëmijët tuaj këtu të jetojnë duke ndërtuar veten. Pra, sa mundësi kanë të bëjnë sport, sa mundësi kanë të ndjekin kulturën, të shkollohen, por për te shkollës. E thënë kjo është për të kuptuar fillimisht se si është ndryshimi, akoma dhe në vija të përgjithshme, por në rastin ton, ne kemi dhe më të prekshme.
Unë vi këtu me një, po themi, veçanti, pasi fillimisht kishim vendosur që do kandidoja për kryetar bashkie. Do kandidoja për kryetar bashkie, jo se Muzuri Merakut bëhen kryetar, por sepse nëse ne vetë nuk fillojmë të marrim përgjegjësitë tona, nëse vetë ne nuk e ngrem zërin, nëse vetë ne nuk lëvizim për të ndryshuar diçka, dhe kush mund ta bëjë. Këta janë gjithmonë njësoj. Mjafton shikoni dhe kandidatët se i kanë vënë. Kandidat kukulla të telekomanduar. Kandidat që në rastin më të mirë nuk thonë asgjë, se ka dhe nga këta pastaj që fillojnë edhe mburin që janë bashkëshorë të grave tyre, e kështu me radhë. Por më rëndësishme është që nuk janë vetvetja dhe që nuk vinë me asnjë lloj, po themi, vizioni apo me një dëshirë për vendimarrje. Ajo që shkurtimisht do doja t'ju thoja është në lidhje me veçantinë. Po të shikoni, kjo garë ka filluar duke u shkelur me të dyja këmbët në të gjitha komponentët e saj, dhe kjo tregon më së miri çfarë regjimi kemi. Nëpër televizionin e shohim vazhdimisht që këta hahen edhe grihen ndërmjet tyre, po çuditërisht sapo shikojnë që ka ndonjë lëvizje qytetare, që ka ndonjë person apo grupim të cilët nuk i kapin dot, nuk kanë se si t'i mbajnë temë, çuditërisht bëhen bashkë. Bëhen bashkë për t'i mohuar gjën më të thjeshtë në botë, garimin. Të garosh nuk do të thotë fitosh. Fare thjesht mund vinin këtu, të shprehnin të gjithë planin që kishin ndërtuar me shumë mund, dhe ju të thoshit nuk ju besoj dhe nuk ju votojnë. Por ama do kishit një mundësi që të dëgjonit një plan konkret dhe do ishte në dorën tuaj nëse do na besonit apo jo. Ndërkohë këta çfarë bëjnë? Thonë jo. Kandidat janë vetëm këta që ne përcaktojmë. Kandidat duhet jenë vetëm popullat. Pra ju nuk keni shans të zgjidhni, ju nuk keni shans të vendosni për vetën tuaj. Dhe ju fusim atë dilemën, kush është i keqi më i vogël, apo kush është moderatori. Ju ftoj që ta mendoni këtë sa do pak. Çfarë ka të bëjë ky mohim? Nuk ka të bëjë kurse si me Janin apo me lëvizjen e re. Po ta mendoni thellë, të mohosh, të ketë alternativa në garë, do të thotë të mohosh demokracinë. Dhe ti mohoj që secilit nga ju të drejtën për të vendosur vetë. Gjithashtu një shkelje që jo më po do e theksoj, me gjithë se zhvare, këta kanë thyer atë çdo rregull që vetë kanë vendosur në lidhje me garën. Supozohet që gara duhet fillonte dje, por e keni parë dhe vetë edhe nëpër televizione dhe edhe në rrugë, që gara ka filluar prej kohësh. Tani më thoni se si mund dikush të ndërtoj apo dikush tjetër të sjellë ndryshimin nëse i shkel rregullat me të dyja këmbët. Pra premton nga njëra anë që do bëj një bashkim model, edhe pse nuk thotë se si, nga ana tjetër shkel rregullat. Atëherë, si mundet një njeri që shkel rregullat, nesër vendosi rregulla dhe të zbatoj ato? Mund të thoshim shumë më tepër, por nuk do zgjatem për t'ju kursyer lodhjen. Bashkë jam i sigurt që do takohemi sërish, pasi tani më e kemi vendosur një raport, por do t'i lë gradualisht, do të bëri një gjyrje të vogël, fjalën Dritanit. Dritani është pikërisht ajo që ne themi, që qytetarët duhet ta marrin vetë iniciativën. Duhet fillojnë të ndjejnë përgjegjësinë, ose të lëvizin, ose të paktën
të dinë të zgjedhin dhe të votojnë. Dritani është një djalë fare i butë. Nuk do të them pa përvoja politike, se përvoja politike as unë nuk kam, madje askush nga ne këtu, por pa përvoja të mëdha në jetë. Dhe megjithatë vendosi të dali përpara dhe të bëhet fytyra jonë në Dibër, që nuk është një qytet i edhe aq i lehtë, siç mirë e dim, por e bën këtë pasi e ndjen si përgjegjësi qytetare. Dhe unë të them drejtën, jam shumë krenar me Dritanin, edhe për atë që përfaqëson, pra rinin që vendos të dali nga Guaska e vet, po edhe sepse është pjesë e ekipit të Durrësit, të LRS, dhe kështu më gjë. Dritan, fjala vetë. Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur. Sot në fakt ishte vendosur që takimi i hapës për fushatën zgjedhore të bëjë për të dy kandidatët, edhe për Janin Ana për qytetin e Durrësit dhe për mua për Bashkinë Dibër. Por aktualisht mbeten vetëm unë si kandidat. Për mua është një përgjegjësi shumë e madhe që të jemi vetëm kandidat nga partia LRE për në këto zgjedhje lokale. Si por ironi e fatit, partia Lëvizja e Re prezantimin e parë e ka nisur në qytetin e Durrës, e qytetin e Peshkopis, dhe është ironi e fatit që edhe në këto zgjedhje të jemi vetëm në këtë bashki ku do kandidojmë. Përgjegjësia shumë e madhe mbetet edhe te unë. Sigurisht nuk do e kem gjithë barën mbi shpinë sepse jemi një familje. Jemi një familje ku gjithë secili bën pjesën që takon, sigurisht bën dhe më shumë. Ndjehem mirë në këtë rrugtim të ri që kam nisur. Siç e tha dhe Jani, nuk kam përvojë politike, ama duhet që gjithë secili të marrë peshën që i takon për ndryshimin në këtë vend. Faleminderit gjithëve. Ja fjalën kryetarit të partisë, zotit Arjan Galdini. Shumë faleminderit Dritan. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për gjithë ne së bashku. Sepse është një ditë ku neve në fakt fillojmë dhe pyesim veten. Pse jam unë këtu? Secili nga ne pyet veten, pse jam unë këtu? Jo se shqiptarët nuk ja bëjmë të pyetje vetes në mënyrë të vazhdueshme kudo që shkojmë, nga do që shkojmë. Por sepse unë them që kur ne të fillojmë të guxojmë dhe t'ja japim përgjigjen vetes ndershmërisht, atëherë do të gjejmë se cili nga ne tek vetvetja, tek shoku që kanë krah, por dhe tek arsyeja pse janë bashkë, të gjithë fuqinë që ne nuk e kemi parë dot në 109 vite shtet shqiptar, por se ka qenë brenda nesh, mes nesh, ndër ne, aty e pa ushtruar. Në 109 vite shtet shqiptar, ne kemi toleruar të jemi diku pa e ditur pse. Jemi diku për arsyet e gabuara. Jemi diku për qop, për taraf. Jemi diku me shtykon. Por në fakt, çfarë kemi marrë si përgjigje? Çfarë kemi marrë si përgjigje? Përqeshje, tallje, në përkëmbje,
përzënjen nga vdeu, poshtrimin, marrjen e dignitetit nga ata që ne i kemi lejuar të jenë mbi kryet tanë, për 109 vite, po hyrë në vitin e 110 të shtetit shqiptar. Përgjigja me drejt që do duhet të jepin vetes, do të ishte unë jam këtu apo jam diku, sepse jam në kërkim të mundësisë më të mirë, se jam në kërkim të njerëzve më të mirë, se jam në kërkim të partnerve, shokve, bashkëluftarve, me cilët unë e di se mundem me kry punë të mira. Po t'ja japim vetes ne këtë mënyrë të menduar. Besoni që shumë çka fillon dhe ndryshon gradualisht. Regjimet në Shqipëri, të gjitha, në 110 vite shtetë shqiptar, na kanë zhveshur nga mundësia për me pa, na kanë verbu, na kanë shurdhu, na kanë që emocionalizu, na kanë heqë emocione, nuk kemi më emocione mbi gjëra. Vetëm që ne mos bëjmë kur as pyetjen e dur, as marrim përgjigjen e dur. E dini pse po e nis sot me këtë gjë? Sepse të gjithë ju që jeni këtu, po dhe ata që na shohin, duhet kuptoj një gjë që ka një diferencë mes ju që jeni këtu dhe atyre që shkojnë dhe prohorasin në 3 fushatët e tjera. Ata shkojnë me pyetjen, qa do fitojnë? Qa do kapim në e gjë? A ka në e gjë në talë? A ka e lek? A ka në e përfitim? A do në fusin do kush në punë? A do marim në e shpërblim? Ndërsa ju keni ardhur për me u bë pjesë e një mundësie të re. Jo se nuk ka patur përpjekje të shumta në 110 vite nga të tjerë njerëz për me ndërtu diçka të re, por unë ju siguroj se askush nuk e ka patur këmbguljen, rezistencën për me besu se kjo gjë e re kërkon kohë, kërkon durim të madh, kërkon zemra dhe mendje të përgatitura, njerëzish, qytetarësh, cilët nuk tremen nga kurbat e dështimeve. As nga momentet të dobësisë, por e dim me siguri se e mira nuk qëndron tek numrat, por tek parimi i përbashkët, tek qëllimi i përbashkët, tek synimi i përbashkët. Dhe sa do kohë të duhet, e mira nuk vjen kur pos pati rezistencë, pos pati qëndres, nuk vjen kur. Ju sot do të bërë pjesë e kësaj hapje e fushate të lëvizjes re, i keni dhënë energjinë tuaj, rezistencës e kësaj mundësie të re që po vjen. Dhe unë ju ftoj ta mendoni kështu. Keni parë që nuk keni parë në këto 31 vitet e fundit. Ju kanë ardhur të gjithë politikanët. Të gjithë llojet e politikanëve. Por gjithë ju kanë ardhur me zhurmën e madhe të fuqisë, parave,
flotave, me zhurmën e madhe të pushteteve, me truproja, dhe ju kanë ardhur për me ju impresionu, ju kanë ardhur për me ju bu përshtypje, për me ju tregu juve se sa dobët jeni ju dhe sa lartë janë ata, sa të pavlerë jeni ju, dhe sa të paprekshëm janë ata. Dhe ju, ku keni mbushur sallat e tyre, ku keni duartrokitur në sheshet e tyre, e keni patur qartë kristal se aty mjafton marrësh një frime. Dhe je okej. Dhe këtë vazhdojnë të bëjnë ata, 31 vite rresht, këtë vazhdojnë të bëjnë. U tregoj qytetarëve fuqinë e madhe që kanë, për me i bët ndijen gjithë aty poshtë, pa rëndësishëm fare. Kështu që secili nga qytetarët dhe jetë në gjendjen më depresive të mundshme, në nevojën për thërrime, paktën kap në i gjë në këtë takimi. Paktën dalin në i gjë në këtë takimi. Dhe nuk pyesin, ore, prit pak. Në qoftë se më vjen ky zot mia, ky apo duhet me taksat e mia? Ky, a është aty me votat e mia? Ky apo kjo apo shënsi ka? Atë pse që nga ky gjithkushi dhe unë askushi? Pse që nga ky i plot fuqishmi dhe unë i pa vleri? Lëvizja e re është sfida e parë që u bëhet tyre. Është sfida e parë që u bëhet pa leje, pa porosi, pa marrëveshje, pa kompromise. Është sfida që ata se kanë parë kur. Unë nuk po them që ne jemi të fortë, as po them që jemi të mëdhenj, as po them që jemi do bëjmë namin. Po unë po ju them që ne do të bëjmë gur, bëhet mur. Ne nuk do të lodhemi spunuari për me bashku qytetar shqiptar, pak nga pak, me durim. Kush ka mendjen dhe zemrën e përgatitur? E dim që kjo nuk bëhet kështu, me urdhër peshku, as me listë dëshirash. Po kërkon mendje të përgatitur dhe zemrë përgatitur. Por sa më shumë vazhdojmë ne, qëndrojmë në këmbë, dhe të mbledhim shqiptar bashkë, aq më shumë do lodhen ata, jo ne. Këmbgurja jonë për me qëndru këtu, për me vazhdu me bashku shqiptar për të mirën, me të mirën, në të mirën. Lodh të liqë, nuk në lodh neve. Prej kohës rilindjes, jo kësaj të Edi Ramës, por rilindjes prej vërtetit, ju e dini besoj, vëllezër dhe motra, se të liqët i kanë lodhur të gjithë burrat dhe gratë e mençur që ja përpjekur të bëjnë gjëra të mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët. I kanë raskapitur. I kanë detyruar të dorëzohen, të tërhiqen, të shohin punët e tyre. I kanë detyruar t'ikin, sikterisen. Dhe i kanë lënë në mes dhe me të drejtë shqiptarët tonë. S'ndryshon asgjë. S'ndryshon asgjë se të gjithë ata që dalin për me i kundërshtu këta, do vi një moment që do lodhë dhe do thonë, stop, s'vazhdoj më, s'ja vlen më. Por ka kaluar një vit e gjysmë, që kur ne i kemi hyrë kësaj sfide. Këtu në Durrës neve së bashku unë shoh shumë fytyra që i kam takuar disa herë. Këtu në Durrës ne kemi treguar se sa më shumë të asamblosh, të mbledhësh bashkë njerëz, aq më shumë ndërton.
Pra nuk që nga e pa mundur. Duhen vetëm njerëz të dur që janë gatshëm me i mbledh shqiptarët pa pushim, e pa pushim, e pa pushim. Pa u lodhur. Çfarë do që të ndodhë, si do që të shkojnë gjërat, sa do e vështirë duket, sa do e pa mundur duket, po të vazhdosh të mbledhësh shqiptarët bashkë, vjen ai çasti kur nëse ke mbjellë mirë, do mundesh edhe të korrësh mirë. Nëse ke mbjellë pozitivitet, do mundesh edhe të korrësh pozitivitet. Nëse ke mbjellë besim, do mundesh të korrësh edhe besim. Ne vim këtu dhe do të vazhdojmë vim sepse ne kemi ndarë mendjen që nuk do lodhemi, nuk do të dorëzohemi, nuk do të tërhiqemi, nuk do të ndalemi. Sa do mos besues të jenë shqiptarët sot dhe me drejtën e Zotit, me drejtën e Zotit, ne takojmë nga do ku shkojmë mos besim, skepticizëm, s'ja dilni do, janë ujqër ata, i kanë gjitha në dorë ata. Por kur shikoj salla plot si kjo sot, kur shoh kaq shumë njerëz, po ju pyes po juve. E shikoni që juve si kanë në kontroll? E shikoni që juve si kanë në kontroll? A ju kanë apo jo? Jo. E shikoni pra që nuk pas kanë gjithçka në kontroll? Gjithë çështja është që neve të ndërgjegjësojmë shqiptarën se ata nuk kanë asgjë në kontroll. Jemi ne vetë që nuk kemi lexuar fuqinë tonë brenda nesh. Jemi ne që nuk e kemi kuptuar veten tonë se forca jonë është ajo që i bën ata të jenë aty ku janë. Është forca jonë, është vota jonë. Nëse ata nuk pas kanë në kontroll kaq shumë qytetarë, imagjinojeni pak çfarë do të ndodhë mbas një viti, mbas 2 vitesh, mbas 3 vitesh, kur numrat tanë të vinë dhe të rriten. Ne po shpëtojmë shpirtra njerëzish nga bujkrobëria dhe sklavëria ku duan me i mbajt ata, nga terri ku duan me i mbajt ata. Është çlirim i energjisë qytetare. Po është edhe provë se ata nuk e paskan gjithçka në kontroll. Më shumë kemi frikë ne, se mos ndoshta ata kontrollojnë gjithçka. Por nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Dhe e dini ku e kemi parë ne? Ne kemi parë në 25 prill. Në 25 prill ne u bëm partia e parë politike në Shqipëri. Partia e parë politike në historinë e shtetit shqiptar. Që hyri në zgjedhje pa pyet fare për asnjë prej tyre. Pa lejën e tyre. Pa nevojë për marrëveshje me ta, pa nevojë për kompromis me ta. Por me mbështetjen e 6.432 qytetarëve që firmosën që kjo parti të hyjë në zgjedhje konkurrojë me kandidatët e saj. Në 25 prill ne u vërtetuam atyre që ata nuk kontrollonin dot 6.432 qytetarë. Jo edhe maq. Por në 25 prill ne u vërtetuam atyre që ata nuk kontrollonin dot 153 kandidatë të cilët konkurruan me siglën, me logon e LRS. Në 25 prill ne i detyruam ata të turprohen. Dhe të vjedhnin votat
e një partie për cilën thonë se nuk ekziston. Ja ku janë votë 25 Ja ku janë. Ja ku janë shumë më tepër se kanë nxjerrë ata në kuti. Apo e kam gabim? Ja ku janë. Nuk ka nevojë t'ju pyes juve për këtu. Por e dini që tek kutia e votimit që kam votuar unë vetë personalisht kryetari i Lëvizjes Re, kemi votuar unë, bashkëshortja ime, baba im, nëna ime, plus 10 komshi, mit, 14 vota duhet ishin pa tjetër kuti për ai sa dim ne. E dini sa vota e lanë ata në kuti? Ha? 1. 8 ku, 1 s'kanë as grus time. Nuk lanë as votën e grus time. Por nuk e lanë, s'kanë logjik, thamë, s'ta ka vënë votën gruja. Pra, i turpruam. Ju do thoni, po mirë, qa tregon kjo? Kjo tregon që ata bëjnë qatë dunë se vjedhin votat, apo jo? Apo jo? Prit, bëni durim. Sigurisht, që Hajduti i vjedh votat. Tu në Durrës ju e dini. Durrës ishte rrethuar nga bandat, apo jo? Po të rini kokunër ju, bandat do vinë dhe ju vënë gjoba për çdo gjë. Dhe ju ngorën në drurë. Dhe ju marrin çdo gjë, asë shtu. Tani ka dy zgjidhje. Ose do e pranoni realitetin, ose do kërkoni të bëhet drejtësi. Po kur të bëhet drejtësi të fillojnë bandat shkojnë një nga një në burg, çfarë do ndodhi? Do ju vënë më gjoba? Do ju arrahin më djemt? Do ju apërdorin më djemt si mish për top? S'do ndodhi do. Dhe unë po ju them që është çështje kohe. Është çështje kohe sepse asnjë fuqi, asnjë pushtet nuk është i përjetshëm. Pa mendojni pak. Sali Berisha është 18 vjeç sot. Apo jo? A është detyruar me dalë në për Shqipëri për me mbrojt veten dhe hallin e tij? Çfarë tregon kjo? Çfarë tregon kjo? Që nuk do jetë më si ka qenë. Jo thjesht frikën e tij, jo. Nuk do jetë më si ka qenë. Çfarë ka ndorë sot Edi Rama? Çfarë ka ndorë sot Edi Rama? Ka bandat, po dënë e Lulit, po dënë e Saliut dhe Ilir Metën. Po ikët një nga një partnerët, po ikët një nga një shokët. Çfarë do ketë më ndorë Edi Rama? Asgjë. Pra nuk është e vërtet që ata munden me vazhdu me qenë ata që kanë qenë edhe në vitet mbyllë. Por e dini çfarë do t'i bëj ata aty të paprekshëm? Vetëm heshtja jonë dhe vetëm kokulësia jonë. Po ulëm kokën ne, ata nuk kanë për të ndryshu absolutisht asgjë. Kështu që misioni i kësaj lëvizje është për me qenë aty në kryet detyrës si ai që troket pa pushim tek dera dhe thot hape derën se po vjen e reja. Hape derën se po vijnë të mirët. Ne jemi këmbgulës dhe deri tani po trokasim paqësisht dhe me dashuri. Jemi duke trokitur paqësisht dhe me dashuri. Por Shqipëria nuk është vetëm në këtë betejë.
Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe Shqipëria po pret hap negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe të gjitha këto gjëra së bashku do vi momentin që do bashkohet dhe do e shqyen atë derë. Do e shqyen atë derë dhe këta nuk do jenë dot më në gjendje as të vjedhin votat tuaja, as të tjetërsojnë votat tuaja, as të kërcënoj juve. Shqipëria në NATO, Shqipëria me negociatat e hapura në Bashkimin Evropian, do të jetë një Shqipëri ku rregullat funksionojnë, ku ligjet zbatohen. Këta kanë bërë të pamundur për m'ju tregu juve se nuk ka ligj që zbatohet sa të jenë këta. Jo rastisht janë i nanë u thotë. Fushata duhet hape si pas ligjit jetë. Po këta kanë 2 javë që kanë hapur fushat elektorale. Tani ka një pyetje tjetër për ju. Nëse këta do ishin kaq të sigurt, kaq të plotfuqishëm sa shtiren, e sa krijojnë skenar, teatro, me regji dhe me shumë para, pse këta duhet shkelin ligjin dhe ta nisin fushatën 2 javë para ditës caktuar nga ligji? Pse duhet fillojnë ata të vinë fshat në fshat, e lagje në lagje, e qytet në qytet, 2 javë para, nëse janë kaq sigurt tek mbështetja juaj? Pse? Pasiguria. Sepse këta, o vlezër dhe motra, e din shumë mirë që ju nuk doni me u apa më surratin, por nuk vi me ju tregu surratin, vi me ju tregu fuqin që t'ju stepin. Ligjet caktojnë data, caktojnë afate, për një arsye të thjeshtë, sepse duhet ketë barazi në garë. Barazi në garë. Pra gara duhet jetë e barabartë. Është një lloj, si thuash, do ikim të shojmë ndeshjen, një po ekipi i Milanit ka hyrë çerekun e para dhe ka bërë një 4 gola me port bosh. Pastaj do hyjë Interi, edhe po bëri në e gol mirë, po s'bëri gol s'ka problem. Ndeshi quhet kjo kur një ekip hyn çerekun e para? Apo jo, ose ka ndodhur më keq akoma. Ekipit Milanit, po marr Milanin si shembull, se s'du me hyrë këtu se pastaj kam hallë mos fillojnë debatet, po ta zëm se ekipit Milanit i nxjerrin kapitenin e skuadrës dhe portierin e nxjerrin me të kuqe. Dhe do hyrë fushë tani, fiton ndeshjen. Fitojnë ndeshjen e tërë. Këta, ky regjimi 3 palësh, i Edi Ramos frikshëm, u bubu, i Saliut frikshëm, u bubu, i Ilir Metës frikshëm, u bubu, i Lulit, tralala. Lulit. Se Lulit nuk i bërë kësë bubu. Pse eliminuan Janin Anën nga gara? Pse e nxorën me kuqe Janin Anën nga ekipi ynë? Pse janë ndaluan garën? Në qoftë se këta janë kaq sigurt, kaq plotfuqishëm dhe e din që ju i doni, i mbështesni, pse e nxorën me kuqe? Janin Anën është boksier, po votat nuk merren me boks. Janin Anën është sportist, por votat nuk merren palestër. Janin Anën është qytetar i thjeshtë. Është një si ju. Ecën në këmbë si ju, në këtë qytet,
është çdo ditë mes jush në këtë qytet, është një familjar me një mihale si ju në këtë qytet, nuk punon as për betonin e gjushit, as për betonin e Erdianukës, edhe nuk punon as për këtë që me tender edhe me Gjiknuri që ka zbuluar se është bashkëshort i gruz vet dhe babai i fëmijëve të gruz vet. Ky hoti i lulit. Jani Nano është një nga ju. Nuk ka mundësi me ardhë me foristrat, nuk ka mundësi me ardhë me bodyguard, nuk ka mundësi me shëtit në përdurës, me çuna dhe goca të reje që me 20.000 lekë dita të rrim nga mbrapa gjithë ditën, nuk ka mundësi të kryej teatr. Ja ku është, fushata më e thjeshtë. Një baner, në kaq. Ndërkohë që ku bëjnë fushata ta, vinë me skenë gatshme, vinë me 100 kamera, kanë më shumë fotograf dhe kameraman, se sa kanë njerëz pjesëmarrës në takime. Vinë me regji, me ato kamera që përdorojnë lart, vinë me foni, vinë me stafe, me truproja. Një baner, tani çfarë frikë kanë ata nga Jani Nano me një baner? Çfarë frikë kanë nga Jani Nano me një baner? Mund ma thoni, pse duhet ta eliminonin Jani Nano nga gara? Çfarë tregon kjo? Tregon që nga në kaq të fuqishëm, tregon që nga në kaq të fort, tregon që nga në kaq të pa lëvizshëm, apo tregon që po rrushket toka në këmbë dhe nuk duan ta provojnë mendjen tuaj, se kanë frikë, se mos ke kutia, juve u bëni surprizën. Kanë kaq frikë, sa nuk duan t'ju vënë në provë juve. Kush ka qenë pasuria më e madhe e tyre? E dini kush ka qenë? Fleta e votimit. Fleta e votimit ka qenë pasuria, nuk ka asnjë pasuri tjetër më të madhe se fletën e votimit ato. Juve ju kanë thënë që bën 20.000 lekë fletë e votimit. Por faktikisht fleta e votimit është pasuria më e madhe që kanë ata. Vlen më shumë se çdo miliard që kanë ata. Për sa kohë ju do shikoni një fletë votimi ku keni të njëjtat emra, Sali Berisha, Ilir Meta, Mona Kryemadhi, Lul Basha, ajo është pasuria e tyre. Por sa kohë ata ju thonë juve, s'keni çfarë të bëni, kjo është fleta, këta kemi. Laj thaj, ne na kemi. Kjo është pasuria e tyre. Ata jo vetëm që si ndryshojnë jetën, por ata ju thonë juve që ju s'ndryshoni dot as fletën. Se fleta është pasuria e tyre. Fleta e votimit është pasuria e tyre, aty luftojnë ata. Pengojnë garën. Që pengojnë juve që juve të shikoni tek fleta e votimit. Ore mos vallë është dikush si ne. Ore mos vallë është dikush aty me hallet tona që na kupton, që vuan si ne, që dhem si ne. Fleta e votimit është investimi më i madh që ata kanë bërë në këto 31 vite dhe këtë rast, ata do ta shohin si rastin e parë. Rastin e parë kur dikush i ekspozoi dhe i nxori lakuriq. Ata po ju marr prapë si thon njerëzit, të vjedhin votat. Ata të eliminojnë kandidatin, qa do u bësh, thonë skeptikët. Ana e tyre që janë të dorëzuar. Po pa shikojnë pak me syrin tonë, pa shikojnë pak si e shojnë ne.
Martin Luther Kingu nuk I fitoi drejtat civile të njerëzve me ngjyrë në Amerikë, se nxorri 1 milion njerëz në marshimin e paqes. Jo. Martin Luther Kingu I fitoi të drejtat civile duke ekspozuar, pra duke bërë qartë për çdo shtetas amerikan, të bardhë, me ngjyrë, të verdhë, kuq, se sa e shëmtut është ti mohosh dikujt të drejtat civile për shkak të ngjyrës, për shkak të racës. Ekspozimi është fillimi fitores. Dhe unë po ju them, ju dhe lëvizja e re kanë arritur një fitore të parë të jashtëzakonshme me regjimin. Se u kanë ekspozuar gjithë shqiptarëve që duan të kuptojnë, duan të mendojnë, se ata kanë frikë nga një kandidat që s'është I tyre. Ata kanë frikë nga një kandidat që se kanë futur vetë, që se blejnë dot me lekë, që se përdorin dot si duan, që nuk e marrin telefon dhe thonë, të riqë tani se mo të bëhet shumë. Jani Nano nuk e marrin dot në telefon. Jani Nano nuk e marrin dot në telefon. Kështu që e hoqën fare. Përkohësisht, ata më thonë se I hoqën qafe të atëres. I hoqën qafe të atëres, se s'do I kemi në përkëm në këto zgjedhje. Po mirë, kush ka fituar në këtë histori? Zgjedhjet 6 marsit janë zgjedhje pa rëndësishme. Kanë 0 rëndësi në kuptimin institucional. Kush do zgjedhë kryetar bashkie, kush do që zgjedhet në këto zgjedhje, ka vetëm më pak se 1 vit mandat dhe ka 0 fuqi dhe 0 pushtet real për me bë diçka. Pra ata që na kanë bërë ne? Ata na kanë mohuar një mundësi që në fakt nuk do ishte mundësi. Dhe ne u bëm shah madh. Ne I ekspozuam pikërisht tek ajo garë që ishte më e parëndësishme, apo ama fituam një kandidat që të jetë real në garën e ardhshme. Ne fituam një kandidat që tashmë I gjithë Durrësi e di shumë mirë që Jani Nano është kandidati I mohuar, kandidati I ndaluar nga regjimi. Ata nuk e llogaritën dot, se nuk e dinin që në këtë parti ne jemi bërë bashkë një grup të çmendurish. Nuk e di sa I doni ju të çmendurit, por unë I dua shumë. Unë I dua shumë të çmendurit. Ne jemi një grup të çmendurish që e kemi ndarë mendjen të I shkojmë deri në fund sa historie. Deri në fund. Pa diskutim fare, sa do të duhen, edhe 10 vjet po të duhen. Ne do I shkojmë deri në fund sa historie. Dhe ata sot që ne po hapim këtë fushat këtu, jeni sigur që do të fillojmë pendesën. Do të fillojmë pendesën pse e gabuan. Ore ndoshta Jani Nano në këtë garë, po ta kishin regjistruar, ndoshta s'do u merrte shumë vota. Se ne s'kishim mundësi, nuk ishim përgatitur për një fushat të cilën presidenti e dekretoi para 3 javësh. Dhe ne nuk kemi një parti politike me zengjir. Lul Strazimiri na ka sjellë një 10 milion euro nga Amerika. Apo dollar. Dollar. Bëj shaka, se mos e besoni në të vërtetë. Pra, se bëj shaka dhe e besoj me të vërtetë. Edhe ne nuk kemi një parti që kemi një buxhet. Nuk kemi një parti me njerëz që thonë hajt pa merak se I mbulojmë ne shpenzimin. Arseni, vetëm Arseni e kemi milionerin më të madh. Arseni thuhet që ka zbuluar thesarin Alipashtë të Lenës, edhe I ka marrë një 8 arka me florit, po mos e tregoni njeriu, vetëm ju. Ka 10. Ka 10, okej. Pra,
Arseni është më i pasur ndër ne. E kuptoni? Tani llogariteni pak garën elektorale që do të bënte Jani Nano me sakon e gjushit, e betonit gjushit, me mukën e betonit Fariut, se Ardian Muka, e dini për çfarë është i famshëm? Se shiste beton dhe mande me lek Fari Balliun që ta kishte mirë me doktor Saliu. Kaq ka. Edhe me zotin Hoti, si ka i namik Hoti da jo? Leone. Luan. Sa i se ti as vetë, se është... A i sa për ka zbura që është bashkër të buz vetë. Ka, edhe me Leone, e Damian Gjiknuri. Edhe me Leone e Damian Gjiknuri. Ata hedhin para pa kufi. Dhe ndoshta Jani Nano, po ta kishim regjistruar në këtë garë, nuk do merrte shumë kohë. Dhe ne ishim përgatitur për këtë gjë. Por prapa ata patën frikë. Tani, me gabimin që bën ata, ne jo vetëm që fituam një kandidat, por ne kemi vendosur mos heqim dorë nga fushata në Durrës. Prandaj jemi sot tu dhe po e hapim fushatën elektorale në Durrës, siç kemi premtuar. Ne do të përpiqemi të bëjmë të ditur gjithë qytetarëve të Durrësit, kudo që janë, fshat në fshat, lagje në lagje, se ligji elektoral në Shqipëri jep mundësinë për me anullu zgjedhjet, do a jep qytetarëve këtë fuqi. Ju e keni fuqinë me anullu zgjedhjet e Durrësit. Tashmë ju e dini, një garë elektorale pa një kandidat, një garë elektorale me një kandidat të mohuar, të ndaluar, të penguar, pa ligjshmërisht, pa drejtësisht, quhet garë me ile. Kjo është një lloj si i kishte Mike Tysoni që i kafshoi veshin e Holyfieldit. Kjo është një lloj si Holyfieldi që i kafshon veshin, që kishte veshin e kafshuar. Ky është Holyfieldi me veshin e kafshuar tani. Ky është Holyfieldi me veshin e kafshuar. Mike Tysoni që mendonte se ishte kampion, i hypi përsipër me i kafshu veshin. Pra është garë me ile. Është garë me ile. Dhe garat me ile janë garat pavlefshme. Kështu që ne do të bëjmë fushat në Durrës, çdo ditë. Ne do të kërkojmë gjithë qytetarëve të Durrësit, në çdo fshat dhe në çdo lagje. Në fletën e votimit ju mungon një kandidat. Prandaj keni dy mundësi. Ose zgarraviteni fletën, ose shkruani me dorën tuaj, votoj Jani Nanon. Shtojeni ju kandidatin. Sigurisht që zgarravitja e fletës, edhe shajni përdojnë, nuk përshpun, lejohet. Thuhet tek fjalori i gjuhës shqipe që tek fletë e votimit mund t'i shash çfarë duash ata që kanë fletën e votimit. E ka shkruar vetë ai që ka bërë fjalorin e gjuhës shqipe. Lejohet t'i shani me të gjithë arsenalin në fletën e votimit. Nuk ndalohet. E keni të lejuar. E keni të shkruar është me e fjalorin e gjuhës shqipe thuhet. I vetmi vend ku lejohet është tek fletë e votimit. Kështu që keni mundësi me zgarravit, me isha me gjithë arsenalin çfarë t'ju vjen për mend. Ta shkruani me dorë, sepse kështu do i nxirrit pa vlefshme fletën e votimit. Duke i nxjerrë fletën e votimit pa vlefshme, në rast se ne do të bëjmë 20% të fletën e votimit pa vlefshme, e dini çfarë ndodh? Anullohen zgjedhjet. Anullohen zgjedhjet dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve detyrohet me regjistru kandidatin që e ndaloi. A ja vlen si prov, si mendoni, ja vlen?
A jeni dakord të aprovojmë gjithë bashku këtë provë? A jeni dakord që fletë të votimit të shgaravisim ose të shkruajmë qatë në dojë qefi, po të doni shkruani Rof Milani, po është Inderi, Rof Juvja, qatë doni? Qatë doni ju? Vetëm, unë do e bëja thirrje, shkruani votoj Jani Nano. Po të më dëgjoni mua, unë do e bëja thirrje, shkruani votoj Jani Nano. Respekte Jani Nano, respekte. Shiko, është një vëzën të është mua, e kam pushurim Maldini. Nuk kam lidhje me Paolo Maldini, jo. Më pëlqen Milani, po s'kam lidhje me Paolo Maldini. Fatosi është nga Lungjeria e Gjirokastrës. Po ç'lidhje ka, edhe po të kishte lidhje, Jani Nano mban përgjegjësi për veten e vet, për babën e vet, për nënën e vet, për fëmijët e vet, për bashkëshortën e vet, ç'lidhje ka. Ne nuk jemi në kohën e komunizmit që merremi me histori fisi e familje. E para, por sigurisht nuk ka lidhje se Jani është Beratas. Ai është shqiptar, kaq ka, vjet mbi emra ka shqiptar. Po të nisemi nga mbi emri, gjithë vjet mbi emra kemi. Aty do vi gjithë Shehu, Nano, Basha, po jo, Sinani, Gjindi. Imagjino pak ke gjindër nga gjithandek, pra në nuk runi nga gjindët, riuni nga gjindët. Mos shkel gjindon, mos shkel gjindon. Që kjo është historia. Mos më shqetësoni fare. Unë, për vete, po ju them edhe njerë. Jani Nano është një nga ju. Mos u lodhni fare me pyetje që ju bëjnë koti për të harxuar energjinë mbi lidhjet mundshme për shkak të mbiemrit. E di çfarë na thonin për Luli Strazimirin që e keni di brand? Erdhi Luli Strazimiri nga Amerika. Luli Strazimiri është bashkënipi i Ismail Strazimiri. Tu në Durrës ju keni goxha komunitet di branda. Ismail Strazimiri ndoshta është një nga shqiptarët që ka luftuar në dyja luftra. Ka luftuar baba Ismail Strazimiri është vrarë nga serbët, apo jo? Ismail Strazimiri është vrarë nga gjermanët. Po, në Slovë. Pra është një nga heroj që ka Dibra. Dhe kjo është bashkënipi. Po se çka dal një djalë, një Genti Strazimiri, që është bërë i famshëm nga Saliu, jo nga Ismaili. Pra është një Gent që është Genti i Saliut, jo i Ismailit. Dhe na thonin njerëzit ne, është i PD-s ky Lul Strazimiri. Dhe jo, nuk është i PD-s, është Ismaili dhe to jam. Kjo është i PD-s, më ngatronin me Gentin. Por Genti është i vogël, shumë i vogël Genti. Jo, po është i PD-s. Kjo histori e mbi emrave është një histori që neve duhet ta mbyllim njëherë mirë. Ne do të fillojmë të shikojmë njeriu. Çdo njeri mban përgjegjësi për veten e vet. Çdo njeri është berë që varet nga këmbët e veta. Do të tregoj një histori të vogël për këtë. Keni dëgjuar si quhet aeroporti i Washingtonit? Emrin e aeroportit të Washingtonit, a e dini? Dallas. A e dini? S'keni qenë, jo kota, keni parë në televizor se. Shqive një të tregoj unë. Ai aeroport mban emrin e djalit të njeriu që ka qenë financieri, ekonomisti i Al Capones dhe Lucky Lucianos. Babajnë e tij arrestoi FBI-a. Dhe kur arrestoi FBI-a, ai dhe gjithë familja, siç e ka shteti amerikan, i dënuan ata familjarisht, përjetësisht, që do konsideroheshin armiq të shtetit amerikan. Se kishin bërë krime dhe kishin vënë pasuri
në kurrizë të shtetasve amerikanë. Po ky O'Hare, djali i këtij, ky ishte patriot. Ky s'donte të mbante përgjegjësi për babain e vet dhe ky shkoi u regjistrua Marines kur filloi lufta e dytë botërore. Dhe u tha general nga atje, mos ma ishni drejtën se dua t'i të vdes në luftë. Mos më vendosni mua krimet e babait tim mbi shpinta, se dua t'i të vdes atje në luftë. Dhe u bë piloti i parë, mbas Pearl Harborit. Pearl Harbori është ajo masakra që bënë japonezët që bombarduan gjithë bazën ushtarake amerikane dhe pra 1.000 kusur ushtarë amerikanë. Dhe ky u bë piloti i parë që udhëhoqi skuadriljen e pilotëve dhe avionëve amerikanë që shkuan për me marrë hak mbi Japoni. Dhe bëri disa betejë heroike dhe u vra në luftë. U vra në luftë. Dhe amerikanët ja njohën heroizmin. Ja njohën vlerën dhe i dhanë aeroportit kryeqytetit tyre emrin e këtij heroi. Pra, dua t'ju them se ne duhet jemi me të vërtet një shoqëri që dalim përtej diktaturës kushurime. Po shohim njeriu. Shohim njeriu. Por Jani Nano, dua t'ju them se kur Fatos Nano ishte i fuqishëm, Jani Nano me familjen e tij ishin emigrantë. Ishin emigrantë. Në çfarë viti e këtyre? 2010. Pra në 2010 kur ishte Fatos Nano kryeministër, ha? Jo. 2004. Diku i kanë lëfë Pra. A pra. Si? Ty të duket. Çfarë të më imagjino pak mua më thonë që jam kushuri president kinez, po. Nuk ka lidhje. Jani Nano është djalë nga Mangaleni i Beratit. Është nga Mangaleni i Beratit. Dhe është një nga njerëzit që është si ju, që ka provuar emigracionin dhe vuajtjen dhe ka ndërtuar jetën e tij me gjithë sakrificat që ju të gjithë i njihni çdo ditë. Dhe ka zero lidhje me cilin do njeri të pushtetshëm apo të fuqishëm, zero në Shqipëri. E vetmja lidhje që ka Jani Nano është se përveç se punoi në emigracion, kur erdhi në Shqipëri, vendosi të shkollojë, të formojë dhe ndonse i premtua dhe i thanë që për të gjetur një punë të mirë zotëni duhet të u bë antar i Partisë Socialiste, ai zgjodhi partinë më pafuqishme të sapo lindur, zgjodhi Lëvizjen e Re. Ai zgjodhi Lëvizjen e Re. Dhe kjo i thot të gjitha. I thot të gjitha, pse çaj pengon dhe Jani Nano të shkonte tek PS-ja apo tek PD-ja apo tek LSI-ja për me përfitu. Çfarë pengon? Çfarë pengon? Kur ai zgjodhi të vinte në LRE, e kjo i thot të gjitha. Andaj, unë them që qytetarët sot në Durrës janë të thirrur, janë të ftuar që të tregojnë solidaritet për bashkë qytetarin e tyre. Të tregojnë solidaritet që si kurse regjimi e nxorri Jani Nanon nga gara, qytetarët duke nxjerrë pavlefshme fletën e votimit, të do regjimit se duam Jani Nanon në garë. A ju duket kjo një zgjidhje që ne mundemi ta bëjmë së bashku? Po apo jo? A mendoni se në takon gjithë dhe së bashku t'ja thyejmë turin të regjimit, të pakën përpiqemi
Po apo jo? Po. Shkaku për çfarë arsye? Zero arsye, regjimi nuk jep arsye. Pas një motivacion. Ja çfarë ka ndodhur, faleminderit që pyete. Sipas ligjit shqiptar, dosjet e kandidatëve për kryetar bashkie dorëzohen me firmën dhe me vullën e kryetarit partisë. Unë me duart e mia kam firmosur dhe kam mbulosur të njëjtën dosje, identikisht të njëjtën dosje. Të njëjtin dokumentacion, identikisht të njëjtin dokumentacion. Të njëjtat letra, me firmën dhe me vullën time. Dhe ju keni dy njerëz. Dritan Torbën e regjistruar, Jani Nanën, tanë nuk duam të regjistrojnë. I njëjti dokumentacion. I kam firmosur në njëjta parti. I kam vullosur në njëjta parti. I njëjti kryetar partie. Të njëjtat. Dritan Torbën thamë regjistrohet se i ka në rregull, nësa po Jani Nanën thamë që nuk regjistrohet se i ka si Dritani, po përdursin së quen rregull. Ka kuptim? I njëjti dokumentacion. I njëjti, absolutisht i njëjti dokumentacion. Ja ku janë. Dritan Torba i regjistruar kandidat zyrtar, Jani Nanën i ndaluar. Ne pas një dhe famë. E kam pa ato të Janit me atë pa xhan, si e kimi kapitan. Se e ka bërë regjimi të gjithë? Se e ka bërë regjimi të gjithë? Fillimisht regjimi e ka bërë si provokim. Se nuk e ka llogaritur, ata kanë dashur me na thënë neve që ata fusin në garë këtë dua. Kanë dashur me tregu fuqinë e tyre që ne kujtë duam ne ja lejojmë, kujtë duam ne ja ndalojmë. Kanë dashur me tregu arrogancë. Dhe nëpërmjet kësaj arrogance kanë dashur me testu sa kemi ne fibër rezistence, a do rezistojmë ne? A do qëndrojmë ne, apo do shkojmë ke shtëpia, do themi çfarë ti bëjmë tash, se regjistruar. Por i bën llogarit gabim. Se ata vërtet nuk e regjistruan Jani Nanën. Por humbën diçka shumë të madhe. Humbën betejën tavolinë, sepse ne rezistuam dhe deri sot janë bërë 7 mbledhje KQZ-je. 7 mbledhje KQZ-je. 7 mbledhje. I kemi detyruar në 7 mbledhje KQZ-je. Vetëm për me refuzu Jani Nanën. Pra ne ua kemi bërë kaq të qartë, kaq të dukshme të gjithë shqiptarëve, se ata po ja mohojnë pa drejtësisht, pa ligjshmërisht Jani Nanës të drejtën me kandidu. Dhe prit, se ne i kemi qua ata dhe në kolegj zgjedhor. Të mërkurën dhe jemi në kolegj zgjedhor. Dhe çfarë ka ndodhur në këtë betejë, do të thoni ju? Pse që nga një gjë e madhe që ka bërë 7 mbledhje KQZ-ja dhe do mbërë mbledhje dhe kolegji zgjedhor? Por një arsye shumë thjeshtë. Sepse ata duke mos e kandidu Jani Nanën, ata kanë dash me u thënë shqiptarëve që s'ekziston asnjë alternativë reale. Por nëse ti bën 7 mbledhje për këtë lëvizjen e re dhe për këtë kandidat me lëvizjes së re, ti në fakt ke duke konfirmuar që nuk ekziston. Nëse ti detyrohesh të mblidhesh 7 herë e të kërcej prifti nga Belaja, se nuk din si me e justifiku, nuk din se si me arsyetu, pse ja kanë mohu Jani Nanës të drejtën e garës. S'kan argument. S'kan argument. Nuk e di nëse e keni parë apo jo, por e keni në të gjitha rrjetet sociale tona, seancën e fundit ku unë jam ballavaquar me Celi Bashën dhe me KQZ-n. Herë e parë në 31 vite që një parti politike hyn në tempullin e tyre. Dhe ata nuk guxojnë me thënë asnjë fjalë, nuk guxojnë as me kundërshtu, as me thënë s'ke drejt, as me thënë e the gabim, po thonë
kemi shumë respekt për ju, nuk kemi çfarë të bëjmë, por ne i qëndrojmë vendimet që kemi marrë. Pa dhënë arsye, pa dhënë ligj. Si? Ai duke dhe si burri burta i cili bashkë. S'ka çështje urdhrash. Është çështje urdhrash. Dhe gjëja tjetër që ka ndodhur është se ne ekspozuam një tjetër dimension që nuk e dinim së bashku. Ne ekspozuam një të vërtet që në Shqipëri, në fakt, sado e dyshonin, nuk e dinim, nuk e këshin provuar. Por institucionet janë institucione monstrum, institucione përbindësha, që vetëm në Shqipëri ke të tilla. Vetëm në Shqipëri ke institucione që krijohen nga 3 parti, nga 3 palë. As në Afrikë nuk i keni kështu. Vetëm në Shqipëri ke institucione ku 3 parti vendosin që do kemi një të PS-s, një të PD-s, një të LSI-s. Një PS-s, një PD-s, një LSI-s në KQZ, një PS-s, një PD-s, një LSI-s në KAS, një PS-s, një PD-s, një LSI-s në Kolegj Zgjedhor, një PS-s, një PD-s, një LSI-s në numërim, në KZAZ. Po prit pak, nëse kësaj thonë që PS, PD, LSI, që kanë parti që konkurojnë në zgjedhje. Apo jo? PS, PD, LSI na emërokan edhe arbitrat, apo jo? Se KQZ-ja, KAS-i dhe Kolegji Zgjedhor janë arbitrat e zgjedhjeve, do të garantojnë barazinë e zgjedhjeve. PS, PD, LSI na vendoskan edhe se kush do jetë kandidat, kush do konkuroj. PS, PD, LSI edhe numërokan votat. PS, PD, LSI na paskan edhe gjykatën, përveç arbitrave na paskan edhe gjykatën, na paskan edhe Kolegjin Zgjedhor. PS, PD, LSI janë një. Janë njëmër. Çfarë i bashkon ata? Si është e mundur që ata gjatë kësaj fushate, vetëm në 2 javë e fundit, janë duke thënë 1000 zezat kundër njëri tjetrit. Janë duke thënë gjithçka pas një lloj kursimi kundër njëri tjetrit. Po çfarë i bën bashkojnë votat ata për me ndalu Janin Anon nga? Çfarë i bashkon? Ha? Frika. Pra, ata, kur hynë i riu në loj, u bëkan bashkë, nuk që kanë kashë kundër njëri tjetër, apo. Që kanë bashkë, që kanë një. Kështu që ne ekspozuam të gjë, po çfarë zbuluam ne që tjetër? Ne zbuluam një koncept politik që të përpiqemi t'u shpjegojmë shqiptarëve me durim të jetutje. Unë jam ekonomist në profesion, jam pedagog i ekonomisë. Dhe në ekonomi thuhet se ka një koncept kur bizneset e mëdhaja bëjnë marrëveshje me njëra tjetrën për me nda tregun, për me përcaktu çmimet. Kjo quhet situatë kartel. E dini pse quhen kartelet e drogës, ato kartelet e famshme të Kolumbisë edhe të Meksikës? Se janë bashku të gjithë ata që shpërndanin drogë, i ka mbledh njëri që ka qenë ideatori, ka thënë, ora, bëjmë bashkë, a bëjmë një, dhe mbajmë tregun kontrolluar, prandaj quhen kartele. Për shkak të këtij koncepti ekonomik quhen kartele. Çfarë bën Vodafone, AMC-ja, Uani dhe Eagle Mobile e Telekom në Shqipëri? Bëjnë situatë kartel. Nuk konkurojnë me njëra tjetër me oferta për me ul çmimet, për me ul kostot, për me ofru çdo gjë edhe më mirë, edhe më lirë, edhe më cilësisht për konsumatorët, por ulen bashkë 3 drejtorët dhe thonë, shiko, e di çfarë?
Neve fitimin e kemi në xhep sigur. A bjem dakord, ti ke 20% tregut, ti ke 30% tregut, nësa ti tjetëri ke 50% tregut. Jeni dakord? Je i knaqur ti se me 20% tregut? Po. Dhe mbaroj loja. E dini sa llogaritë që fiton një kompani celulare mesatarisht me 20% tregut në Shqipëri? 280 milion euro në vit. 280 milion euro në vit fitohen vetëm me 20% të tregut. E kuptoni për çfarë fitimi, pse do ta ndryshojnë ata? Pse duhet vinë ata të thonë ty, shiko, mos merr Vodafonin, merr One-in se One-i ofron këtë shërbim, ata s'rodhen hiç. Ata thonë, këto janë çmimet, këto janë ofertat. Merr aty zgjidhni nga ato dhe mos bëj zë. Politikisht, kur ndodh kjo, është edhe më e rrezikshme, sepse politika nuk ka vetëm çmime. Politika ka fuqi. Politika ka pushtete, politika ka jetët tona, merr vendime për fal të jetëve tona dhe në qoftë se ulem bashk, këta zotnit, këta çiftligarët, Rama, Meta, Berisha, Basha, nëse ulem bashk ta dhe ndajnë tregun dhe thonë, shiko, a bëhemi bashk dhe e quajmë kështu që kur është Rama kryeministër, është ky i pari, është drejtori. Dhe ky merr 50% tregut. Pjesën tjetër të tregut e ndajmë ne. Pra bëhet fjalë për vendime, për PPP, për tendera publik, për koncensione, për banda në terren që vën gjoba në terren. I ndajmë. Dhe kështu e kapin shoqërinë për fyti dhe ne kujtojmë pluralizëm. Qa të njëzë? Doktori e rëzohë Ramën. Qa rëzohë doktori Ramën? Doktori e ka shumë ngush Ramën. A i ka rëzik më shumë fle me Ramën se sa me Lirin, se Lirin e shkret e ka qutë shëroj njerëzit. Po e qonë zvënsojë Nën Terezën, dhe bamirësira. S'ka mërë fare interes, as Sali Berisha, as Ilir Meta, as për Basha, më rëzu e Tiranën, se e kanë shefin që e kanë caktu vetë të kartelit politik PS, PD, LSI. Tani e kanë qysh të shpje Liris. A që ne monës, ta që shë Liris. Po, e ka dhënë Liris që. Pra, ky është kartel politik. Pra është ndërtuar një kartel politik. Dhe ky është fundi në një shoqëri. Sepse në qoftë se ti mendon se ke pluralizëm, në fakt ku ke kartel politik, është një lloj si diktatura. Është një lloj si diktatura, madje është dhe më e keqe sepse është më e sofistikuar. Sepse kur tregu është i ndarë, është si puna saj i them Lulit unë, o Lul, qa kompanie ke telefonin? A, shumë e mirë, Vodafone, thot Luli. Po pse është i mirë Vodafone, i themun? O, kam bulim gjithandej. I themun, po jo mos është me i mirë One, i themun, se unë e kam One. E kam pa që punon më mirë. Pa ti ishë rrejmë, sepse këta të njëtat antena përdorin. Këta e një loj, unë me Lulin zjemi, a i Vodafone, unë One, qurë të kjo, ti kujton, se kur ti e me PD-n, ti kujton se PD-ja do luftoj kundër Edi Ramës. Kur jeme shpinë e Liris, ti kujton se shpinë e Liris do luftoj kundër Edi Ramës. Kur jeme Edi Ramën, ti kujton se do i thyësh Brinjët Saliu. Edhe Likës. Nuk besoj mo, jo. Apo jo? I kemi përvu edhe kështu. Besoj mo, asa ne. I kemi përvu, se sa po më i prate. Eksakt pra, dhe kështu që, duke qenë se jemi një situatë kartel, kjo që më bëjmë ne së bashku, është rilindja e vërtet e pluralizmit. Është rilindja e vërtet e pluralizmit, sepse ne po ju themi, duhet në u përballë me këtë situatë kartel, pra nuk është luftë edhe kundër një njeriu. Është luftë me një regjim trepalësh. Është përballje me një regjim trepalësh.
është përballje me një sistem karteli politik. Do jetë vështirë, do jetë shumë e vështirë, do zgjas, do bëj shumë sakrifica nga gjithë ne. Por është i vetmi shans që ka Shqipëria. Nëse ne nuk do qëndrojmë në këmbë sot, nëse ne nuk do përballemi me ta sot, besoni që ata do e mbajnë peng Shqipërinë edhe 50 vite tjera. Ne do të mbajmë peng Shqipërinë dhe 50 vite tjera, por ata do i përzënë edhe këta djemë të rinj që janë sot këtu. Do e zbrazin Shqipërinë. Se sistemi kartel ka fuqit më madhe ekonomike. E mbani mend kur u arrestua Escobari. A e mbani mend? Dilnin gjithë njerëzit e Medelinit dhe Qanin. I puthnin dorën. Po kur u vra Escobari, doli gjysma ekonomistë për me e varros me nderime. Pse? Sepse karteli mban njerëz me rroga. Karteli mban njerëz me rroga dhe njerëzit kur janë të varfër gënjehen nga rroga dhe nuk e bëjnë dallimin nga kush po e merr rrogën, nga ai që po të vret fëmijët. Që do atë rrogë nga ai që po të vret fëmijët, nga ai që po të vret të ardhmen, po shkatron atë dheun. Këta kanë një mundësi tani për me mbajt ushtri të tëra me rroga. Dhe prandaj këtyre u leverdis largimi i shqiptarëve nga Shqipëria. Sepse këta munden me mbajt 100-200 ushtarë secili me rroga. Këtyre po të mpaket Shqipëria, po të zvoglohet Shqipëria, u leverdis. Se po të kenë aq shqiptarë sa munden me mbajt me rroga, këta janë aty pa lëviz shumë 100 vjetë. Kështu që ky është momenti, o humbje dhe dorëzimi final, o ripërtëritje e Shqipërisë, bërje e Shqipërisë, një herë për gjithmonë. Ne sot hapim fushatën zyrtarisht këtu në Durrës dhe jo rastësisht kemi zgjedhur datën 20 shkurt. Kemi zgjedhur datën 20 shkurt sepse shqiptarët kanë një iluzion. Se 20 shkurt është rrëzuar statuja e diktatorit Enver Hoxha. Por nuk është e vërtet. Në 20 shkurt është rrëzuar vetëm statuja e bronzë, por është shumë fishuar Enver Hoxha tek gjithë liderët që keni në PS, PD, LSI. Enver Hoxha është tek Shtëpia e Lirisë, është tek PS-ja, është tek PD-ja, është tek këto parti të sistemit kartel, të regjimit trepalësh. Këta bijtë e Ramizit e Nexhmijes, që po i qëndrojnë besnik, mirëbërësve të tyre, këta du me mbaj Shqipërinë prapë në thundrën e atyre që ishin 50 vite, vetëm ka ndryshu lëkurën, po janë po të njëjtët, është po i një grupë pushteti. Prandaj ne sot vendosëm të hapim fushatën në 20 shkurt, por me u thënë, shqiptarë, statujat ende nuk kanë rënë. Enver Hoxha t'i keni ende aty në krye, po bëjnë fushat. Ca me logon e PS-s, ca me logon e Shtëpisë së Lirisë dhe ca tjerë me logon e PD-s. I keni në fushat. Këtu është pluralizmi. 90-ta ka qenë e rreshme. Kjo që po bëni ju sot është e vetmja gjë e vërtetë. Kjo që po bëjmë ne së bashku sot është e vetmja gjë e pafajshme, e të lirë, që po lindin vetë qytetarët shqiptarë, pa detyrime, pa joshje, pa premtime. Kjo që po bëjmë ne sot është dhe shansi i fundit që kanë spaku edhe për 50 vite të ardhshme shqiptare. Por kjo mundësi
Do bjerë shpresa njëre mirë, se këta mund të bjenë dakord si gaforja që lë këmbët, për mos të kapur. Këta mund të bjenë dakord që të ndajnë prapë pushtetet dhe të ndrojnë atë drejtorin. Heqin Edin, vën Lalin, heqin Lalin, vën Lulin, heqin Lulin, vën Saliun, heqin Saliun, vën Liker. Këta mund të bëjnë marifetin e gafores, por besomni që do jenë po një, i njëti kartel që do mbaj peng. Dhe po i dhe ju atë këta që të bëjnë marifetin e gafores, do rezitojmë gjithë bashku pastaj, o, moj Shqipni e mjera Shqipni. Po unë nuk jam akoma gati për me bërë këtë recitim. Unë sot jam për me bëjë një thirrje shpirtërore. Të gjithë bashku, si dikur, ku kërkojnë nga ne një vepër patriotike. Të gjithë bashku, si gjithë secili kur sheh familjen e vet në rrezik. Të gjithë bashku si patriot dhe si prindër. Të gjithë të përpiqemi për me bërë një sakrificë nga e cila do fitojmë fëmijët tanë dhe ardhurës. Të gjithë bashku të dalim një herë, paktë një herë të vetme, nga jermia dhe nga mosbesimi, nga skepticizmi dhe nga shpotia, nga ironia dhe tallja, nga vettallja dhe shpërfillja. Të dalim nga apatia dhe të bëjmë një vepër të mirë. Nuk kërkohet shumë. Kur shqiptarëve u kërkoi para 8-10-19 viteve të bënin vepra të mira, kërkoi të merrnin armën, dilnin malit. Shqiptarëve u kërkoi të merrnin armën, dilnin malit dhe të luftonin për me lënë kokën, për atë dhe për familje. Unë po ju them që askush s'po ju kërkon juve sot, në 2022, në as të merrni armën, as dilni malit, as të lini kokën për atë dhe për familje, por po ju kërkojmë, dilni dhe flisni. Dilni dhe flisni dhe lajmëroni miqtë tuaj, familjarët tuaj, krushit tuaj, dashamirët tuaj, dilni dhe vetëm flisni. Është gjëja më e vogël, gjëja më minimale. Dilni dhe flisni dhe u jepni lajmin, bëuni të gjithë lajmëtarë të Smirës. Është minimumi që mund kërkohet nga një patriot dhe nga një prind. S'po ju kërkojmë as merrni sakicat, e as bastunët, as gurët dhe as molotovët. Ka 31 vite që ju tret, njëherë Fatosi, pastaj Saliu. Pastaj prapë Edi Rama me Fatosin, pastaj prapë Saliu. Një Ilir Meta, pastaj prapë Saliu me Lulin. E pastaj prapë Saliu, që ju thrasin të mësynin një institucione me molotov, me Kalashnikov. Nuk po ju kërkojmë asgjë të ngjashme, se e refuzojmë dhunën, e refuzojmë çdo alternativë të dhunës, urrëties, reaktivitetit. Po ju kërkojmë vetëm dilni e flisni. Dilni e flisni, bëhuni lajmëtar të Smirës. Ne kishim zgjedhur si slogan të kësaj fushate elektorale sloganin jo më alibi, jo më vot për të keqe më të vogël, ne zgjedhim më të mirin, ne zgjedhim Janin Amën, ose ne zgjedhim më të mirin, ne zgjedhim Dritan tonë. Por duke qenë se na e penguan, na e ndaluan Janin Amën, ne sot do të kemi një slogan të ri. Dilni dhe flisni, bëhuni lajmëtar të Smirës.
do të jetë slogani në lëvizjes së saj? Në këto zgjedhje do të mbetet për LRN një motivimi për gjithë komunitetin tonë, një motivim shpirtëror, ku do vjet në test çfarë lloj njerëzish dhe çfarë lloj qytetarësh jemi ne realisht, dhe do t'i jap përgjigje pyetjes që u thash në fillim. Pse jemi këtu? Dilni dhe flisni, bëuni lajmtar të Smirës. Duke e bërë këtë, do t'rregoni pse jemi këtu. A e keni kuptuar realisht pse jeni këtu? A do dalim gjithë bashku nga kjo sallë me vendimin se ne e dim se jemi këtu, se jemi lajmtar të Smirës. A jemi apo s'jeni dakord me mua? Dilni dhe flisni. U thoni të gjithë njerëzve që njihni që ju jeni lajmtar të Smirës dhe nuk i kërkoni askujt që t'ju besoj a priori. Se kërkoni askujt që të mendoj se kjo që po thoni ju është detyrimisht e vërteta. Por vëjni të mendoj që të krahasojnë. Gjëja që ne do të bëjmë si lëvizje e ndryshe nga çdo parti politike që ka parë Shqipëria në këto 110 vite është duam t'i thojmë qytetarët shqiptarë të krahasojnë dhe të mendojnë. Ju duket e vështirë? Është pa pinë, nuk dalin lekë në bankomat. Është pa pinë. E keni të sigurt, është shumë tjetër. Është pa pinë, është pa lekë. Është pa mund. Nuk kërkon as të lini punën. Nuk kërkon as të harroni hallet tuaja. Nuk kërkon as juve të bëni namin. Jo, nuk kërkon më të thjeshtën. Dilni dhe flisni. U thoni njerëzve që unë jam lajmtar i Smirës, unë kam njohur ca të çmendur që quhen LRE. Nuk e di ç'a janë, po më duken të çmendur. U a thoni kështu s'prish punë. Dilni dhe flisni, se ndoshta kështu dhe shpëtojmë Shqipërinë dhe të ardhmen e këtyre të rinjve. Dilni dhe flisni, se shpresa është këtu, tek vendimi juaj për të çuar nga kjo sallë dhe për të bërë lajmtar të Smirës. Shumë faleminderit, Zoti do të gjithë.